shqiptare në fakt, në pjesën e shoqërisë civile, akademia, njerëzit ekspertë etj. Që patjetër janë shumë përgatitur dhe e presin këtë pa asnjë kundërshtim, dhe siç tha Elsa është një diskutim, mos them luftë, që është nisur që në 95-ën e po vazhdon. Me lejen tuaj? Një sekond, ta marr. Po. Si përgjigjeni juve atyre që thonë që shoqëria civile merr paratë e Sorosit dhe prandaj e shtyn përpara këtë agjendë? Me paratë e Sorosit jemi ndarë këtu e para 20 vitesh. Nuk kemi lidhje. Tani, opinione ka nga më të ndryshme dhe sigurisht në përgjithësi ka malinjitet edhe për përdorimin e fondeve shoqërisë civile, por nuk kemi këtu. Faktikisht, donatorët që japin fondet dhe i kontrollojnë fondet, por me që e bëra këtë ndërhyrjen. Ajo që doja të vazhdoja është që pra shoqëria shqiptare ndahet në grupime të mëdha, që ka grupime përparimtare që janë këta që unë përmenda. Sigurisht janë partitë politike që vendosin dhe që do merren dhe me këtë ligj aty në parlament. Midis tyre ka konservator, ka edhe përparimtar, cilët padyshim, sidomos gratë që janë në parlament, jam e bindur që do ta miratojnë ligjin kështu siç është me këtë pjesën e gjinisë, pastaj gjithashtu do të na mbështesin nëse ne kemi diskutime dhe ndërhyrje konstruktive për përmirësimin e ligjit, por gjithashtu ekzistojnë edhe konservatorët apo përfaqësues të religioneve të ndryshme, të cilët kanë opinionin e tyre dhe mendojnë që përfshirja, përmendja e termit gjini dhe përfshirja e identiteteve ndryshme gjinore do të sjellë një problem apo do ta kthej shoqërinë mbrapsht apo do sjellë një ndërgjegjshme që ka nuanca në shoqëri për shkak të ka nuanca të jashtëzakonshme, por unë mendoj që overall populli shqiptar, në përgjithësi pra populli shqiptar, ka pranuar dhe ka shkatruar barierat të ndryshme të tradicionales, patriarkales, dhe mos mas viteve 90, dhe kështu që nuk ka pse të mos ta pranoj dhe këtë, sepse siç u përmend, populli shqiptar njeh shumë mirë të gjitha nuancat e identiteteve gjinore, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe të përmendet kjo dhe të jetë siç e kanë vendet e zhvilluara, Franca, Anglia, Gjermania, ke vendet e zhvilluara, të cilat janë më të zhvilluara se sa ne, që kanë probleme me këtë gjë, pra Hungaria, vendet ku ka një besim katolik. Nuk thoja që është më e zhvilluar se ne, qoftë... Nga pikpamja ekonomike minimalisht, po. Po, nuk po flasim nga pikpamja sociale. Unë, për shembull, të ta them unë përshtypjen time personale, po të mbaroj Kaderela, ka edhe një problem. Të besosh te Zoti dhe familja tradicionale, mashkull femër, nuk do thotë që je përpambetur. Jo, s'po flas për besimin tek Zoti, edhe unë besoj te Zoti. Unë vërtet jam lesbike, po besoj te Zoti dhe jam muslimane. Më falë Mirela, me që folëm për besimin te Zoti. Po krau i djathtë që po vjen në pushtet apo dhe në Hungari, ata që janë, nxisin debate nuk është shoqëria, nuk është shoqëria, drejtuesit, janë liderët politikë që politizojnë këtë çështje. Ta marrin një sekondë, ta marrin një sekondë se kemi lidhje. Që politika apo fetare, të cilat merren me nuk është shoqëria. Ndonjëherë shoqëria s'ka kohë fare të merret me këtë gjë sepse njerëzit kanë halle të ndryshme të cilat duhet t'i zgjidhin dhe kjo është një gjë plus që nxit, si të thuash, në kuadrin e një situate të caktuar që është dikush dëgjon këtë debatin apo dëgjon diçka tjetër dhe fillon edhe... Sa ta fusim Elsën me që sepse Elsa edhe reagon në mënyrë të... Ma lidhni prap Elsën, futeni prap me që kemi Elsa. Apo të egër në media të ndryshme. Humbe sinjalin e dashur, prandaj u ngri sinjali, por... Unë ju dëgjoj tani. Tani, të lutem. Po, atëre, më thuaj dashur. Mund ta mbaroj atë që është vërtet, ashtu siç the ti, që vërtet në traditë, ashtu siç shiko, tradita në fundit, shoqëria njerëzore e ka krijuar traditën duke u përputhur me atë që vetë ndjen. Domethënë njerëzit janë të tillë ashtu si ndjen, ashtu ne nuk mund ta përcaktojmë burr dhe grua dhe pastaj nuk mund të përcaktojmë, nuk mund të largojmë dot atë që homoseksualët ndjen ndryshe. Dhe kjo ka qenë një gjë e përjetshme, domethënë e ka ndjekur njeriu vazhdimisht. Kjo ka qenë një traditë e futur në art, e futur në kulturë, në mitologji, kështu që e gjejmë te grekët, te romakët, e gjejmë në perandorinë osmane, e cila ndoshta ajo bëri në një farë mënyrë të krijojë dhe një shtresë pak a shumë edhe më të pranueshme dhe më ligjore në shoqërinë shqiptare, por
mos harrojmë një gjë tjetër e cila krijoi një homofobi të llaktarshme, të tmerrshme, të thellë dhe të frikshme, që ishte komunizmi. Kështu që ne duhet të dimë dhe të jemi gjithë koshient që në kohën e komunizmit këta njerëz jo vetëm që përjashtoheshin, po për ta nuk flitej. Dhe ata dënoheshin, ata kriminalizoheshin, kaluan burgje, kaluan tortura. Kështu që të gjitha qeveritë ekstremiste, të gjitha qeveritë super konservatore e kanë krijuar këtë homofobi. Kështu që ne jemi një pasojë e komunizmit, prandaj mos themi që vërtet kemi traditën e kaluar. Tradita e kaluar u zhduk deri diku, sepse gjitha ato këngët dhe vjershat që flisin për këta njerëz në një mënyrë shumë më të lirë dhe më të paqme, ato janë zvendësuar me tekste të tjera, me muzika të tjera, kështu që nuk e kemi më atë memoria. Prandaj jemi homofob. Ju thoni që jemi homofob, okej. Jemi homofob, dhe por gabimi jon i madh është që ne diskutojmë vetëm për momentet kur na vjen për diskutuar dhe kur bëhet një gjë ligjore ose duhet ta diskutojmë në media. Nuk e kemi të shtrirë këtë lloj diskutimi në mënyrë të natyrshme, që të kuptojmë, që të analizojmë homofobinë dhe të ndryshojmë. Sepse shoqëria... Me që e ke argumentin, mund të më thuash si shprehet homofobia, nëse po më thuaj që ekziston, si shprehet homofobia? Shiko, homofobia mund të shprehet në forma nga më të ndryshme, në forma më agresive, siç është për shembull kur ti e përjashton atë njeriu në mënyrë edhe me akte të dhunshme apo jo, në mënyrë verbale, ekstreme. Në mënyrë verbale natyrisht, por shprehet shumë edhe me qëndrim. Me qëndrimin që njeriu mban ndaj tjetrit. Mos harrojmë që një nga problemet më të mëdha të homoseksualëve është marrëdhënia e tyre me familjen. Dhe familja është ajo e para që i përjashton ose i pranon. Dhe kur ka përcjell ky endek, është pastaj një tjetër histori për ta, një tjetër jeta ndryshon edhe situata është komplet ndryshe dhe përmirësohet. Sigurisht shoqëria është më tolerante, sepse shoqëria është pak individualiste në kuptimin e asaj gjërsa se kam në familjen time nuk dua t'ja di. Elsa, pyetja e fundit që në fakt është rimarrja e pyetjes parë, ky ndryshim ligjor i vogël në fakt në një fjalini, tokë fjalësh, i hap rrugën emancipimit nga pikpamja ligjore të shtetit në raport me kategoritë që po përmendim? Absolutisht, mendoj që po, sepse ai ndryshim i vogël në terminologji është një ndryshim i madh në mentalitet. Kështu që në qoftë se ne do duam të flasim më shumë se kaq, nuk do mbetemi në pozicionin konservator dhe mohues. Natyrisht, nëpërmjet një analize do kuptojmë që njerëzit e kërkojnë këtë. Për sa kohë njerëzit e kërkojnë këtë, kjo duhet zbatuar. Ata duhen respektuar. Dhe kjo në fundit është demokracia. Elsa Ballauri, të falenderoj shumë, drejtoresha e grupit shqiptar të drejtave të njeriut, një mike shumë e mirë, gjithë të mirat e dashur. Rikthehemi në studio. Gjithashtu edhe unë.